Mëngjes, u bëm gati ne të ikim, po ikim tek Mrizi Zanave edhe në Shëngjin. Kemi prenotuar aty që dje dhe shpinë edhe të Mrizi, dhe nuk e dinim se do kishte vende, po nisemi tani, është ora diku te 8 e inqerek. Sa po arritëm, po presim tani të vinë të na sjellin Chelsea në shtëpis. Endri me Adrolën dolën pak këtu te deti, po unë kam shumë ftohtë, nuk mundem të dal. E para kam veshur geta të holla, e dyta nuk kam marrë xhup të trash. Nuk e mendoja se do ishte kaq ftohtë. Sa herë që po fryn, nuk e di tundet makina kështu. Nise, e vesha fundin si përfundim me getat që kisha. Vesha edhe këtë bluzën kafe, nga këmbët vesha atletet kafe të tjerat, se këto më duket sikur shkonin pak më shumë, po nuk është se kam marrë shumë e vete, kam marrë edhe fundin gri edhe një bluzë të zezë. E vendosa këtero do vesh diçka më kështu më ekstra. Okej, prandaj nuk i mora me vete. Mos të kisha mundësi t'i vishna. Jeanse domethënë. E kështu po presim akoma, ky djali po vonohet, ose burr nuk e di ç'a ishte, po vonohet shumë. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. U bëm gati, tani po ikim te Mrizi Zanave, po ton të Adrola akullore dhe kemi ndaluar tani këtu. Patëm një problem të vogël me atë vendin ku zgjodhëm të rinim, se ai ishte plot e pastaj na çuan në një vend tjetër që ajo është më e vogël e nisi. Si përfundim ndajim tham hajde, po rim. Endri sidomos i kanë hipur nervat. Nisi. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up, tell me about the people that you know. We're trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Vazhdojmë të mos kemi drita. Nuk kanë ardhur. Ne të dyja po ngjyrosim. Endri gjumë. Nisa, jemi mirë. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot.
është shumë bukur, po është shumë e lodhshme. Unë ngjita shumë pak edhe u lodha antiq. Tani është lidhur Endri aty, po dhe ai po thotë që është shumë e lodhshme. Erdhëm që t'ikim te kalaja, po e la makinën pak më poshtë dhe tani qenë ka goxha lart. Kështu që iku Endri ta marr edhe do ikim me makinë. O lodhe ti loka? Ah, ti shumë përç. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. Flokët janë bërë si lesh nga aero. Nëse kemi ndaluar tu tani, marrim do një gjë për të ndalë. Edhe do nisem në shtëpi pastaj me kismet. Pam kalan, qëndruam edhe pak te një shesh ku lesh si park, lezeq. Ok, shumë lezeq. Edhe të rana e kemi sidomos ishte herë. Duhet ta vizitonim. Jemi në Durrës, po më haj buk me qofte. E ndaluam tani këtu ku ndalojmë gjithmonë. Edhe do ikim në shtëpi pastaj, nuk u kthem diku tjetër se jemi të lodhur. Kjo këtu po më shan se i kam ngren patatinat mbrëm. Ta dy flinin edhe unë qa do beja vetë, ria dhe haja patatinat. Mua vazhdojnë të më djegin sytë edhe sot. Nuk e di çfarë kam sytë, mi gjithmonë kur ikim diku fillojnë më djegin. Shok, shok. Përshëndetje nga e Marta. Nuk kemi parë që të shtunën që ishin Lesh edhe në Shëngjin. Në fakt unë kam filmuar pak edhe të dielën, vetëm dielën nuk kam filmuar që ishte e hënë. Edhe sot tash po e hap me që kamenet për të larë, 2 pjata. Do la edhe këto që mora në Euroshop kur ishin të dielën. Po ju lë njëra ato pak pjesë që kam filmuar nga e diela dhe kthehemi që të tregoj. Kemi ardhur në Tiranë te Heps që është hapur te Doftani. Po presim tani të vinë për të ngrënë. Dhe atrolla me ti po pret. Po pjesë humbur. Po ja shumë mos po pret. Po presim atrollën të ikim, po s'po vjen. Edhe si që thash, mora këto tek Euroshop, që janë këto kontenjerët e tillë, janë qelq, edhe këtu janë me këto si dras, le të themi, dru. Më pëlqyen këto, kishte shumë lloje dhe kush është i interesuar për të tilla, të shkoj t'i marrë aty se ka pafund, nuk e di sa lloje kishte. Unë kisha parë dhe herë të tjera, po kësa radhë më duheshin edhe i mora, më duheshin patjetër. Kështu që mora 2 më duheshin për momentin, mbase kur shkoj me tjetër marrë edhe 1-2 tjera. I mora vetë kështu të vogla, sepse i dua për sheqerin dhe për kafen, plisni t'ja tregoj. Unë në fakt kisha këto llojet e tilla, këto i kam marrë babam goxha, shumë, edhe më kanë ngelur te këto. Po këto nuk më shkojnë se janë roz. Unë i dua që t'i vendos këtu, prisni t'ja tregoj më mirë që t'keni një ide. Ja, i dua që t'i vendos këtu. Këto që mora shkojnë shumë me këtë. Edhe po këto të dyja do i laj tani, do ja tregoj në fund se si do duken aty.
po laj çik balkonit. Besoj e keni parasysh si bëhet kur ke qenë, nuk ke mundësi ta nxjerrësh çdo kohë për të dalë jashtë. Duhet ta laj shumë shpesh balkonin gjatë ditës. Ik Dano, ik brenda. Mbledhim edhe rrobat tani. Se na janë farë, bëjmë gati për të derë të tjerat. Edhe po, si që thash, ishim në Tiranë. Ne në fakt e kishim lënë që do shkonim në Përmet, po shkoj mikrofonin se mos më fiket. Po koha nuk ishte e mirë kur u ngritëm, edhe pse kishim parë që nuk do ishte dhe aq e mirë, po gjithsesi tham, ok, do shkojmë. Po kur u zgjuam ishte gati për të rënë shi. Kështu që nuk ikëm. Ku do ikim, tham po ikim në Tiranë. Me që ishte hapur dhe Eps tek Toptani. Edhe po, e lam, shkuam në Tiranë, shkuam te Eps, pastaj ku shkuam tjetër? Po, shkuam të merrnim tort me petë tek Diana, ishte mbyllur tek Diana në Tiranë. Shkuam te Euroshop që mora unë ato, mori dhe Ola një lodër. Për të dalë pastaj nga liçeni nuk është se dolëm, nga që ishte koha shumë e keqe dhe ishte goxha ftohtë. Pastaj në fund ndaluam dhe tek një supermarket që është rrugës, morëm aty disa gjëra, por nuk ja u tregova, nga që isha goxha e lodhur edhe erdha direkt u ula. Kështu, edhe sot tash po filmoj se nuk dua që t'i shoj videot nga 2 javë, maksimumi t'i bëj 1 javë për shumë. Edhe për në Shëngjin, tani unë kam thënë Shëngjin, po më duket se aty ku qëndruam ne nuk është Shëngjin, po është Kune ose Kun, nuk e di, duhet të jetë një fshat tjetër, jo Shëngjini. Që u flas pak edhe për atë eksperiencën të keqe, le të themi. Ne, siç e thash, rezervuam një natë më parë, rezervuam një apartament, se ne pothuajse gjithmonë kur shkojmë diku rezervojmë apartament, nuk është se na pëlqen shumë hoteli, nga që duam edhe të gatuajmë për shembull një gjë. Mirë që na lan të prisnim goxha, po në fund erdhi një djalë dhe na tha që unë i kam të zëna, po do ju dërgoj diku. Që të mos bënim fjalë, se ishte hera e parë për shembull që shkonim aty, edhe nuk donim të linim një përshtypje të keqe. Okej, na çuan në një hotel tjetër. Shkoi Endri si fillim, pa dhomën, ishte njësoj si të lije një dhomë kuzhine dhe shkoje në një barake. Ishte shumë e vogël, unë ja u kam lënë edhe në pamje, dhe pse nuk ju kam folur, sa që ishte nuk isha që aty tregoja më shumë. Hendri u inatos, po nese. I thash që ti e kisha në dorë, nëse s'të pëlqente mund të thoje jo, dhe po nuk donim pastaj të merreshim rezervon në vend tjetër, megjithëse rezervuam një tjetër, edhe ajo doli që ishte e këtyre, edhe këta nga që i kishin të mbushur atë tyret, ata të rinj që ju vinin i çonin te ky hoteli i shokut të tyre. Nese qëndruam aty, edhe pse ishte goxha ftohtë, edhe i kemi lënë kondicionerin ndezur edhe kur kemi dalë, se ne zakonisht i fikim. Po aty e lam ndezur se nuk ngroheshe dhoma, ishte pa mund të ngroheshe, na hyrën ethet, edhe kur shkuam në dhomë e gjetëm gati. Eksperienca në Mriz ishte fantastike. Unë për të shkuar një herë do e super sugjeroja, ja vlen. Pastaj për herë të dytë nuk e di nëse do shkoja sërish, po njerë po, ja vlen. Ushqimi ishte fantastik, stafi ishte, nuk e di, nuk kam parë staf në vend tjetër aq të gatshëm, aq të rregullt, aq, nuk e di, shumë të sjellshëm. Vendi ishte mrekulli, kishte çfarë të shikoje, kishte çfarë të haje, e të tjera. Pastaj shkuam që bërëm edhe pak pazar tek Shpari, shkuam edhe te Jumbo, dhe ditën tjetër pastaj besoj e keni parë që shkuam në Lezhë, tek Kalaja, shkuam dhe poshtë tek parku. Kalaja ishte me lek, ishte me pagesë. Edhe pse nuk është se kishte ndonjë gjë për të parë brenda, kishte thjesht murin dhe rrethus, disa mure në mes. Nuk është se kishte ndonjë muze ose diçka për të parë, po nejsa i buri aty ishte shumë i mirë, ndoshta na pa të rinj edhe na dha biletat më të lira, biletat e studentit, edhe po kemi paguar 2000 lekë për hyrjen të dy. Pamja ishte fantastike, nuk di çfarë t'ju them. Edhe shpresoj që tani mos t'ju ke marrë mendjen, nga që po lëviz shumë dorën, edhe nuk e kam marrë atë tripodin. Këto paka shumë, këto ditët që kemi dalë. Sot nuk kam bërë asgjë për të ngrënë, sepse do ikim tek mami e Endrit. Më kujtua diçka prandaj po qesh, motra besoj se e kupton. Po, drekën e kemi aty, kështu që sot e kam në
Terezi. Mora rrobat nga teli pak më parë, po harrova të vendosja lavatriçën tani ula. Nëse do e vendos kur të ikim edhe derisa të vim ne, ajo i ka lar. Do i kem gati pastaj për t'i ndere për të vendosur tjetër dhe tjetër duhet kem 2-3 lavatriçe. Ka që nuk kam larg këto ditë që kemi lëvizur. Nëse. Ola është tej në gjumë që nushi është këtej edhe nuk dua të bërtas shumë. Ika. U lodha, mora Olën nga kopshti. I thash në mëngjes mos vish tër të xhup se është vap. Jo, kështu që do të jesh unë randin asjell në shtëpi. Çan të kopshti, ta kam një çaka. Nuk më gjalp. U kthem te supermarketi sepse doja të blija mjell misri. Mora këtë nga dieta. Nuk kam provuar asnjëherë të bëj diçka me mjell misri, po më doli një recetë në TikTok. Edhe thash do e provoj, ishte me qep të njoma, mora dhe qep, me kos, me djath. Kështu që do e bëj, po ndoshta ta bëj pak më vonë kur të afrohet të vi dhe Endri që ta hajtë në zero. Mora dhe kosin se nuk kisha. Pastaj u kthem te fruta perimet që mora qep të njoma, duhet bërë me qep të njoma. Ajo grua aty na dha dhe 2 arë. Është shumë e mirë, gjithmonë kur shkojmë i jep Olës në ligje. Këto, do ju tregoj më vonë kur ta bëj si do dali. Nuk do ja u tregoj si bëhet, se po e bëj për herë të parë dhe nëse do dali në një dështim pastaj ç'a do tregoj. Nice. Do i të ulem mirë tani, se u lodha gjithë këto gjëra në dorë, nuk u dora. Pastaj kur të çohem do ju flas prapë. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party. Byrekun e bëra, e hëngrëm edhe doli fantastik. Nëse do bëj herë tjetër do ja tregoj recetën se besoj që era tjetër do jetë akoma më mirë se këtë herën e parë, megjithëse ishte bërë nuk e di ç'a t'ju them. Shumë i shishëm. Normale gjëra me mjell misri bëhen shumë të mira, po kjo kishte dalë vërtet shumë e mirë. Edhe pse nuk kisha provuar më parë, doli shumë e mirë. Se e kam thënë 100 herë dhe po mbur veten. Nice, unë sot po prisja një pako nga Temu, por që nuk erdhi. Besoj se do e lejmë për nga e shtuna ata, se zakonisht të shtunën më vijnë pakot e Temu, kështu që besoj do vit shtunën. Se ka të këto ditë në dogan, do me thënë në zhdoganim. Edhe kur mbaron zhdoganimi, pastaj vjen direkt e merr posta. Edhe do e kemi tek blogu tjetër, po mezi po pres më vinë, se kam marrë ato kasat për telefonin, siç u kam thënë, edhe i dua patjetër. Janë fiksuar që i dua. Tani ndërkohë isha prapë te Temu, duke parë prapë kasa dhe janë fiksuar me ato me printin e pikave, e bardhë me zezë ose zezë me bardhë. Kam vënë disa gjëra të shporta nga ato, mezi po pres më vinë këto, që të kthej ndonjë gjë që s'më pëlqen, të shtoj edhe lekë të tjera dhe të bëj prapë një porosi. Pash edhe një xhaket super të bukur me këto pikat, po dua t'i marr, dua t'i ble. Edhe pse vonoj një muaj, unë sërish dua t'i ble. Nice. Endri ma adrolën nikën tani në dyqan, unë po përfitoj që të bëj mbyllje në vlogut tu, ta editoj edhe ta postoj nesër se kam gjatë edituar, duhet i shtoj vetëm muzikën aty ku duhet, edhe ndonjë gjë të vogël për të rregulluar. Edhe pse videot e fundit, që jam munduar më shumë që të dalin më të bukura, videot e fundit nuk kam marrë fare shikime. Edhe ndonjëherë kjo gjë më bën që të mos filmoj, ose të filmoj më rrallë, po prap them jo, do filmoj, do bëj video. Edhe sikur 200 shikime të kenë, jo 2000 sa kanë 2000 sa. Megjithëse kjo e fundit s'ka arritur as 2000, po nejse. Edhe me që jemi këtu, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Mua. Ju puth dhe ju përshafoj të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Bye. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.
and tell me about the people